du me do në përgjigje direkte, po indirekte, që kjo ka mirë është për mua, apo? Se il bazka, ju lutem, nani që to se hire se më qëtë poshtë. Ju bëni se hire, po ju që ka shumë, se punë e keni, unë e di. Djamët një farloj forme po presin që me i lutë cikat, inshallah do në zoti ratum. Një zjarë që të përvlan, një dritë verbon, fuqia e saj si magji, quhet dashuri. Një zjarë që të ngërthen, ngrotë si qdo zemër kërkon, uroj të jetë gjatë, dashuria që fillon. Lost. Pest, marrë dhe të me marrë. Po ku kom ditë në qka është dashni. Pse moj? Pse ju të thonë, svoj me kënu e zoni keshë, ty halo zonin pushke pas ke njej. Po zonin pushke, kam që zonin nuk mu ka vjetru. Jo ndërën me kohën edhe zonin ndërën. Në atë kohë, po thu se kam ditë qa është dashnija, ta shë e dini ma qa është, po lidhë në pyte, shka po thumë ti, po tha më në mas teje. Nuk du me do në përgjigje direkte, po indirekte, që kjo ka mirë është për mua, apo? Se il bazka, ju lutem, nani që to se hire se më qëtë poshtë. Po du e kanë rridozë. Ma pak, ju bëni se hire, po ju që ka shumë, se punë e keni, unë e di. Unë e pashë edhe një video tonë që kështë qitë shka me një kongë të mirë sa kërqilit, ajo që është më marton me dasën trotë dë. E që aty u inspirova me dë vetë, që ka këto. Po për që të arsye, në to një bona, tash i bëj me 11 prill, 33 vjetë. Mashallah i koftë. Si loqë, po. Të mos u dogte për 33 vjetë. Edhe qaj o kona arsyeja që une, veç e kom bo pak për humar, edhe me qenë aktive në rrjetet sociale, se në fund të ditës, kur dhe që e ka shkryt zoti, fatit nuk mundemi me ikë, po edhe për humar. Po më interesën me ditë, ose me të pyte dhe kështu, qa me në abosët në ditë sotit, zërë me gjetë si qikë si djallë? Po. Edhe, adin kështu ku me në që më të konë problemit të shqipjes? Shumë njerëz janë të e thonë që to, edhe sarë që esha një qikë që është e përmenë që to, dhe që e kthej në vetën teme dhe thëmë po, që kësa nështë të ndodhe dhe mu, nuk e dja është mira keq, po seriozisht ka që ajo kohë që djamët një farloj forme po presin që me i lutë cikat. Tash, gjenerata jam, kemi met pak me të vjetrën, edhe na jemi që ato që presim ata me na lutë neve. Po, ata me na lutë neve, kështu që pak po është e vështirë, inshallah do në zoti ratum. Jo ti ju bo në kërkes live, dhe në lidore. Jo, po. Tash ato e din qa bojnë, ose ata. Do më thonë, ti minon që në qëtë ko pak ma shumë kanë faj djemë, nështë që po stepen, edhe nështë po ka qatë shumë femna në ditë sotit që edhe femnat i kanë kërkesat pak ma të nalta, nuk është sikur atëherë që me një kërë një shpi bazike, diçka që ato që i kanë pas kushtet, i kanë planuar që ato kushtet. Sot, nështë edhe femnat vetë, po që esin pak kushtet, në dukta. Po, se e falem edhe ma heret, dinamika jetës ka në qatë loj forme, mënyra jetesës, edhe tash na jemi këshjanë për shembull që me një familje nëse është veç një rrugë është shumë e vështirë me mbjetu. Kështu që ndoshta edhe që kjo po lunë ti për shumë rrallë dhe besoj që kjo duhet me konë arsyeja, kushte ata, kushte na, kështu që po mesin kërkahet. Dikush të do bërram, po kush s'di. Jo dhe vëni të vesh pasna me kry intervjisa, nuk pasna më knash të kesh. O, shpresoj, se unë e kom qafë për njerëzve ju japi energji pozitive, dhe kur ne i bëj njerëzit me kesh, se është menoj që mas vështiri me i bu njerëzit me kesh. Pse menon që mas vështiri? Po, në momentin që unë e bëj dikon me kesh, jap edhe marrë energji pozitive. Kote fundit, do më thonë me kritë këtë stres që e kemi, se cilën që e shem, ma im rrallë se tjetëri, shumë vështirë është me marrë qatë energji. Edhe unë e kom këtë fatë që po mëj me ta transmitu energji pozitive. A je ajo në